Sportet ekstreme po bëhen çdo ditë më të preferuara sa i përket fushës së turizmit. Ato tërheqin vëmendjen e turistëve të huaj, të cilët vendosin t'i shijojnë në vendin tonë. Këta turistë kanë mbërritur në Dibër teksa po provojnë sportin e vështirë të rafting në lumin Trinizie. Të shoqëruar nga guida lokale, familja amerikane e cila jeton në Holland ka vendosur të shijojë lundrimin në lumin Trinizie, që nga Gjorica drejt rrjedhës së lumit. Tom thotë se është i mrekulluar deri tani nga Shqipëria, ku ka vizituar disa vende, duke nisur nga Bregdeti. Ne jemi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por jetojmë në Holland prej 3 vitesh. Jemi të apasionuar pas udhëtimeve. Kësaj radhe zgjollëm Shqipërinë, e cila na ka pëlqyer jashtëmase. Kemi parë pjesën e jugut të Shqipërisë, ku jemi larg në det. Tani po provojmë aventurën e rafting në lum. Ky ishte një udhëtim që u nisëm të shohim pjesën e plazhit, por me kërkime në internet gjetëm edhe këtë vend për të bërë rafting. Dita ka nisur shumë mirë dhe shpresojmë të kënaqemi. Për neve më bukur është mali deri tani, do të qëndrojmë 4 ditë në Shqipëri. Edhe vajza e familjes amerikane është e lumtur për këtë udhëtim me familjen e saj. Këtu është shumë bukur, unë po udhëtoj me familjen time, me prindërit dhe motrën. Ishte shumë bukur të shijonim plazhet e po ashtu edhe malet. Jam shumë e lumtur që po përjetojmë shumë gjëra të bukura këtu. Okay.